Seansa plenare e KSSH-n është shoqëruar me debate të forta mes mazhorancës e opozitës të përqendruar të rendititës e projekt ligji që lidhet me procesin e integrimit evropian. Përplasjet nisën që në fillim të seancës, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, hoqi akuzat të forta në drejtim të kryetarit të Kuvendit, Niko Peleshi. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Ka një muaj që janë dorëzuar amandamentet për amendimin e ligjeve, të cilat Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen. Deklaratat e Berishës sollën reagimin e menjëhershëm të kryeparlamentarit Niko Peleshi, i cili kërkoi kreut të opozitës të respektonte etikën parlamentare, duke paralajmëruar egëmasa disiplinore për shkeljen e rregullores. Mu drejtoni me etik. Të lutem, nuk ju drejtohem me ti, nuk ekzistoj. Zoti Berisha. Ju lutem mos të kaloni etikën parlamentare. Mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marr edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Paralelisht me debatet politike, mazhoranca propozoi shtyren për seancën e ardhshme të një përprek ligjeve që lidhet me procesin e integrimit evropian. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Daulan Balla, argumentoi kërkesën me nevojë për vijimin e punës për parafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Bazuar në rregulloren e Kuvendit, duke qenë se ligji për shoqëritë evropiane të bashkëpunimit është një ligj që ka të bëjë me detyrat dhe punën që po bën qeveria dhe grupi negociator për kapitullin 17, dhe me qenë se janë dhe disa projekt ligje tjera që ndërlidhen me kapitullin 17, propozoj që të bashkohen të gjitha në një seancë, pra në seancën e datës 23, atë pasardhëse, me qëllim që edhe diskutimi të bëhet i plot për të gjithë paketën e ligjeve që lidhet me kapitullin 17, dhe përfitoj nga rasti ti përgëzoj kolegët ministra të cilët po punojnë për sa i përket parafrimit legjislacionit me të drejtën komunitare të Bashkimit Evropian dhe me detyrimet e Shqipërisë kuadër të marrëveshjes për antarësim. Kështu që kërkoj që të kalojë në seancën pasardhëse. Kërkesa e kundërshtuar nga opozita, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, akuzoi mazhorancën se po bllokon nismat ligjore të opozitës, ndërsa po jep përparësi projekt ligjeve të saj. Dua ngrej një shqetësim që ju edhe kjo tregon që ju rendin e ditës e bëni sipas qefit tuaj, hiqni nga rendi ditës, fusni nga rendi ditës, ndërkohë që keni 7 javë që mbani të bllokuara 4 iniciativa të deputetëve të opozitës. I keni futur në kalendarin e punimeve të Kuvendit si ligje pa datë për seancë plenare dhe nuk pranoni të shqyrtoni në komisionet parlamentare. Ka nisur puna për çdo projekt ligj të depozituar nga kolegët mazhorancës. Javë më vonë iniciativave të propozuara nga deputetët e opozitës dhe ju pranoni të shqyrtoni këto iniciativa, fjala vjen ndryshimet në kodin detar janë dorëzuar një javë pas iniciativave dorëzuara nga ne, ju ato i merrni shqyrtim në komisione, ndërkohë 4 iniciativa të deputetëve të opozitës që përkojnë edhe me detyrime që ne kemi në kuadër procesit integrimit, nuk pranoni të shqyrtoni. Dhe kjo, zoti kryetar, është një cënim i rënd i parlamentarizmit. Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i hiqni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë 4 ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni. Pas debateve në sallë, kryetari i Kuvendit hoqi në votim ndryshimin e rendit të ditës me votat e mazhorancës. Ndryshimi u miratua me 75 vota pro e 31 kundër, mes kundërshtimeve të opozitës.